Kur besimtari dëgjon këtë hadith, e pyet veten, duhet ta pyes veten, a thua në cilin grup bëj pjesë unë? Secili prej neve, kur e dëgjon këtë hadith, du të mendoj nga cila anë jam. A jam në grupin e parë që duan të mirën dhe punojnë që ajo të triumfoj? A jam në grupin e hakut dhe të vërtetës dhe e ndihmoj atë? Apo jam në grupin e dytë ku bëhen për krahës të keqes dhe të sherrave? A thu jam në grupin e atyne që e kanë të këqij dhe Allahu nuk është i kënaqur prej tyre. Bismillahirrahmanirrahim. Shënon Ibn Majah në librin e tij, në Sunanin e tij, nga sahabiu i nderuar Anas ibn Malik, i cili thot, ka thënë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, ka prej njerëzve që janë qelsa të sëmirës, hapës të veprave të mira, dhe ka dryna të së keqes, mbyllës dhe pengues të së keqes. Dhe ka prej njerëzve që janë qelsa të keqes, e fillojnë të keqen dhe janë dryna të së mirës, e ndalojnë të mirën. Pejgamberi alayhi salatu wasalam po na tregon llojet e njerëzve. Pastaj po tregon edhe shpërblimin e tyre. Thot i bekuar dhe i shpërblyer është ai njeri të cilit Allahu azza wa jalla ja ka vendosur në dorë çelësat e veprave të mira. Dhe i mirë është ai njeri që Allahu ja ka lënë në dorë çelësat e të këqijave. Pejgamberi alayhi salatu wasalam me këto fjalë na mëson se njerëzit përballë veprave të mira dhe të këqija ndahen në dy grupe. Grupi i parë janë ata që duan të mirën, e mbështesin atë me të gjitha mundësitë. Këta njerëz, Allahu na bëf prej tyre, kur flasin mirë dhe veprojnë sipas fjalëve të tyre. Fjalët e tyre janë të sinqerta, të pastra dhe me peshë. Në çdo punë të hajrit janë të parat. Nuk mungojnë ku përmendet e mira dhe veprat e mira. Urdhërojnë të mirë dhe ndalojnë nga e keqja. Prania e tyre i gëzon besimtarët, i gëzon njerëzit e mirë dhe i mërzit dashakçit. Grupi i dytë janë ata që janë të prekur nga sherri. Ata janë sikur të smur prej ndonjë virusi që nuk mund të bëjnë mirë, bëjnë vetëm sherr. Kur flasin keq. Kur veprojnë keq dhe shëmtuar. I nxisin të tjerët drejt keqes. Nuk turprohen nga ajo që e thojnë dhe ajo që e bëjnë. Janë të prirë të përhapin përçarje dhe mosmarrveshje. Zemrat i kanë të smura dhe veprat i kanë të shëmtuar. Kur besimtari dëgjon këtë hadith, e pyet veten, duhet ta pyes veten, a thua në cilin grup bëj pjesë unë? Secili prej neve, kur e dëgjon këtë hadith, du të mendoj nga cila anë jam. A jam në grupin e parë që duan të mirën dhe punojnë që ajo të triumfoj? A jam në grupin e hakut dhe të vërtetës dhe e ndihmoj atë? Apo jam në grupin e dytë ku bëhen për krahës të keqes dhe të sherrave? A thu jam në grupin e atyne që e kanë të këqij dhe Allahu nuk është i kënaqur prej tyre. Allahu na bëft çelësa të mirës dhe dryna të keqes,
kudo që jemi dhe për sa kohë jetojmë. Për të qenë të tillë, duhet të i bëjmë disa shkaqe, disa vepra, disa gjëra që na ndihmojnë me shku deri atje. Çdo herë kur dojmë me arrit me një qëllim, janë rrugët që të çojnë te ai qëllim. Qoftë për të mirin, qoftë për të keqen. Neve na intereson e mira dhe mundohemi të i bëjmë shkaqet që na çojnë te ato të mira. E para dhe si gjithmonë, duhet jemi të sinqert. Duhet të mendojmë se një ditë do të dalim para Allahu subhanahu wa ta'ala. Duhet të realizojmë se nga kjo botë do të dalim dhe nuk jemi të përhershëm. Duhet të bindemi se do të japim llogari para krijuesit. Të jemi të sinqert. Duhet të jemi të sinqert në fjalë dhe në vepra. Mos bën asgjë, qoftë edhe më të voglën vepër, me ndonjë qëllim tjetër, përveç se për të arritur kënaqësinë e Allahut. Allahu nuk i pranon veprat që bëhen për dikë tjetër pos tij. Mund të falësh gjithë natën, mund të agjerosh gjithë ditën, gjithë jetën. Mund të shkosh në haxh çdo vit. Por nëse nuk i bën këto për hir të Allahut, ato vepra kthehen në pluhur e hin ditën e Kiametit. Allahu thot në Kur'an: "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din." Njerëzit nuk janë urdhëruar për gjë tjetër veç se ta adhurojnë Allahun me sinqeritet. Pra sinqeriteti është baza e çdo mirësie dhe prej saj burojnë të gjitha veprat që kanë vlerë. E dyta, ta lutim Allahun azza wa jall. Ta lutim vazhdimisht na bëj qelsa të hajrit dhe drynat sherrit. Kështu ka bë dua dhe pejgamberi alayhis salatu wassalam. Allahu është bujar. Ai nuk e kthen bosh askënd që i lutet sinqerisht. Ai nuk e shgënjen besimtarin që e thret atë me zemër. Ta lutim Allahun vazhdimisht, sepse qelsat e çdo mirësie i ka vetëm ai. 3. Duhet të i përkushtohemi Allahut me adhurime. Sidomos me ato që janë obligative, me farzet, të i kryjmë farzet, të i plotësojmë farzet, në veçanti namazin, sepse namazi ndalon njeriu nga të këqijat dhe nga gjërat e urryera. Allahu thot në Kur'an: "Wa aqimis salata inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar." Fale namazin, sepse namazi largon nga gjërat e shëmtuara dhe të urryera. Ai që e fal namazin, namazi e ndalon nga veprat e shëmtuara dhe që i urren Allahu subhanahu wa ta'ala. Ta agjerojmë Ramazanin, ta kryjmë haxhin, ta japim zakatin dhe detyrimet tjera. Pasi të kemi kryer obligimet, të mundohemi të shtojmë edhe adhurimet vullnetare, që të afrohemi sa më shumë Allahut subhanahu wa ta'ala. Të japim rëndësi diturisë, kjo është e katërta. Të japim rëndësi diturisë, ilmit. Të kushtojmë çdo ditë një kohë të veçantë leximit dhe mësimit. Dituria e shtyn njeriu drejt veprave të mira, e ruan nga mëkati dhe drejton ka e marra. Kërkimi i diturisë është vetë adhurimi. Kërkimi i diturisë ja leçon njeriu të rrugën për në xhenet. Dia është dritë në zemër dhe udhërofyes drejt xhenetit. Nën 5, duhet të zbukurohemi me moral të lartë. Duhet të zbukurojmë veten me sjellje të mirë. Morali i lartë dhe sjellja e mirë janë të dashura tek Allahu dhe tek pejgamberi alayhis salatu wassalam. Pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thënë: njerëzit më të dashur dhe më afër meje në ditën e Kiametit janë ata që kanë moral të lartë dhe sjellje të mirë. Të shoqërohemi me njerëz të mirë dhe të dobishëm. Të largohemi nga shoqërimi të këqive dhe atyre që bëjnë dëm. Njeriu nga natyra ndikohet nga shokët e tij.
Edhe nëse nuk është dakord me veprat e tij, bashkëjetesa e gjatë me të ndikon tek ai. Pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë, njeriu është në fenë e shokut të tij. Pra zgjidh shokun me kujdes. Shoqërimi me njerëz të mirë e bën njeriu më të fortë. E bën më të fortë në din, në besim, në sjellje, kurse shoqërimi me të këqijt e dëmton moralin dhe e largon nga rruga e Allahut. Gjithashtu duhet të verifikojmë punët tona, veprat tona gjatë ditës që i kemi bërë. A i kanë shërbyer të mirës dhe islamit apo të keqës? Duhet ta llogarisim veten para se të dalim para Allahut subhanahu wa ta'ala. A jemi në rrugë drejt xhennetit apo jemi në rrugë të xhehenemit? Nëse jemi në rrugë të mirë, të vazhdojmë me zemër të vendosur. Nëse jemi në rrugë të keqe, të kthehemi dhe të pendohemi. Asnjëherë nuk është vonë të përmirësohemi dhe të futemi në radhën e të mirëve. Allahu na ruajt nga çdo keqe, Allahu na dhash mirësi në këtë botë dhe në botën tjetër. Aqulu ma tasma'una wa astaghfirullaha li wa lakum.